Dhurata e Britanisë për 35 vjetorin e pavarësisë së Ukrainës është deklasifikimi i sekretit për prodhimin dhe montimin e raketës me rrezet gjatë veprimi që mund godas në thellësi të Rusisë. Qeveria britanike njoftoi se i ka hapur dritën në jeshile kompanisë ushtarake britanike MBDA që të ndajë informacionin e klasifikuar ose sekret për komponentet britanik të raketës franceze të quajtur Scalp, që është ekuivalentja e raketës Cruise me rrezet gjatë veprimi britanike e quajtur Storm Shadow. Si raketa franceze ashtu dhe ajo britanike përdorin teknologjitë përbashkët frango-britanike. Fillimisht Britania i dha raketat Storm Shadow Ukrainës në 2022 sa kishte filluar lufta, por në atë vit raketa u përdor me kushte vetëm brenda territorit Ukrainës, sepse ish presidenti amerikan Joe Biden e bllokoi përdorimin për qëllime ofensive për shkak të përshkallëzimit të luftës. Por në 2024 ai ndryshoi kursin dhe autorizoi përdorimin e tyre në 2024. E cilësuar vetëtima raketa ka një shpejtësi prej 600 miljesh në orë, një rrezë veprimi prej 300 miljesh dhe mban mbushje deri në 450 kg, ndërkohë që kushton 800.000 sterlina për t'u prodhuar. Raketa lëshohet nga ajri dhe fluturon duke imituar terrenin përmes sistemit GPS dhe në afërsi të objektivit raketa ngjitet në një lartësi të caktuar dhe pasi lokalizon objektivin e godet atë nga sipër. Vendimi për prodhimin e raketës Scalp në Ukrainë sesa atë britanike Storm Shadow u arrit pasi projekti mes Francës dhe Britanisë kishte kohë që zbatohej dhe për të shmangur duplikimin, Britania lejoi eksportimin e komponentëve britanik në këtë raketë që prodhohet në Francë e që tashmë do montohet në Ukrainë. Britania ka qenë vendosur në ndihmën ndaj Ukrainës pavarësisht se kush ka qenë në këto vite të fundit kryeministri i Britanisë dhe kanë qenë jo të pakt ata që kanë drejtuar Britaninë në një tendencë të pazakontë ndërimesh kryeministrore për historinë politike në ishull. Arben Manaj, Top Channel, Londër.